Lista sërbe i përcolli letër të hapur zyrës së Unionit Evropian në Prishtinë, në të cilën shpreh zhgënjimin i thellë me deklaratën e Brukselit, ku thuhet se janë përmbushur kushtet për çeljen e urës kryesore në Ibër mes Veriut dhe jugut të Mitrovicës. Lista sërbe në këtë letër kërkon prej institucioneve të Unionit Evropian që të bëjë publike analizën e sigurisë në bazë të së cilës është ndërmarrë konkluzoni që janë përmbushur kushtet për çeljen e urës dhe të sqarojë se kush do të garantojë konkretisht sigurinë e popullsisë serbe dhe të përgjigjet saktë se kush do të mbajë përgjegjësi nëse ky vendim do të prodhojë pasoja për të cilat kjo parti paralajmëron. Gazetari Miloš Garić vlerësoi se Prishtina me ligjin e ri të pronave publike u merr tërësisht komunave serbe të drejtën e disponueshmërisë mbi pronën, çka sipas fjalëve të tij do të ishte plan për të mohuar çdo mundësi serbe për vetëqeverisje, si transmeton në RTS. Garić tha se komunat me shumicë serbe humbën mundësinë për të vendosur për projektet në territoret e tyre, si dhe disponueshmërinë pronësore retrojet, ndërsa çdo investim do të lihej në mëshirinë e Prishtinës. Ai vlerësoi se objektivi i një ligji të tillë është bashkësia e komunave serbe dhe komunave ku serbët janë shumicë absolute. Drejtori strategjik i Qendrës për Politikë Evropiane Miloš Pavković beson se gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim rreth asaj nëse kryeministri kosovar dhe ministrat në mandatin teknik, të cilët njëkohësisht janë edhe deputet, përbën shkelje. Ai shton se në të tillë situatë me shtyrjen e procesit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, gjykata me gjasa do të konfirmonte se ka pasur shkelje të parimeve kushtetuese. Pavković kujton se çështja e lishmërisë së vendimeve të qeverisë në mandatin teknik është përsëritur prej vitit kaluar, pasi edhe atëherë u mor vendime që në fakt dolën nga mandati i saj. Vendimet që u miratuan në seancën e 12 gushtit nga qeveria e Kosovës me mandat teknik janë ilegale, pasi shumica e anëtarëve të kabinetit u betua në parlament. Bie dakord ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala dhe Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik Kosovar. Qeveria në mandatin teknik në mbledhjen elektronike të javës që shkoi i mori 24 vendime kryesisht për emërimin e komisioneve që duhet të kryejnë për zgjedhjen për pozicione të caktuara në ministri, si dhe disa vendime të tjera. Ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala thekson se të gjitha ato vendime janë në kundërshtim me nenin 72 të Kushtetutës së Kosovës dhe nenin 26 të ligjit për qeverinë. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti refuzoi të përgjigjej pyetjes së gazetarit për zhvillimet politike në Kosovë, transmeton Ekonomia Online. Antarët e Partisë Demokratike të Kosovës u mblodhen edhe sot para hyrjes së godinës së qeverisë së Kosovës, të pakënaqur pasi seanca konstituese e parlamentit ende nuk vazhdon. Sikurse theksuan në synimi i aksionit është që prej Kurtit të kërkojë të kthimin në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Xhavit Haliti bëri thirrje për dialog mes partive, duke bërë të ditur se të gjitha partitë politike duhet të marrin përgjegjësi dhe të ulen në tryezë për të biseduar rreth të ardhmes së Kosovës. Sipas fjalëve të tij, përgjegjësia kryesore është tek ai se kush ka mundësi që të formojë koalicion stabil dhe deri më tani nuk është parë ofertë publike për koalicion nga lideri i vetëvendosjes. Haliti i vlerëson se partitë politike duhet të bëjnë përpjekje maksimale për të formuar institucionet dhe të shmangin zgjedhjet e reja. Në Serbi nesër pritet të mbajë mot me vranësira kalimtare, me shira afatshkurtër dhe rreshje lokale, me raste të ralla bubullimash të ndjekura me rënje të temperaturës dhe ere butë dhe fort në veri perëndim. Në fund të ditës pritet moti ktjellët. Temperatura më e ulët do të jetë nga 13 deri në 19 gradë Celsius dhe ajo më e larta nga 27 deri në 31 gradë Celsius.